jam këtu për deklaratën e antarit e deputetit të Parlamentit Evropian Tomasz Zdechovski, i cili deklaroi dje, denoncoi dje në një nga mediat e Tiranës Edi Ramen si njeriu që përdor familjarët e tij për të transportuar para jashtë shtetit. Kjo deklaratë dhe zoti Zdechovski thekson se ne po ndjekim parat, po ndjekim pra këtë veprimtari kriminale të Edi Ramës me parat e grabitura shqiptarve ose parat e trafikantëve shqiptar. Kjo deklarat në Parlamentin Evropian është bërë vetëm për diktator të tipit Gaddafi dhe jo ndonjëherë tjetër për ndonjë lider të një vendi evropian të lirë. Deklarata e europarlamentarit në mediat shqiptare është aktakuza më e rëndë që i bëhet personalisht Edi Ramës dhe familjarëve të tij